Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë 250 vjetorin e pavarësisë. Ambasada amerikane në Tiranë përsolli urimet në një postim në rrjetet sociale. Gëzuar 250 vjetorin në Amerikë, po festojmë 250 vjet histori, liri dhe të ardhmen e ndritur përpara. Shkruhet në faqen zyrtare në Facebook. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj uroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e përvjetorit të pavarësisë përmes një postimi në rrjetet sociale. Në mesazhin e tij, presidenti i Shqipërisë i përsolli urimet më të përzemërta presidentit, homologët të tij Donald Trump dhe popullit amerikan. Presidenti Begaj theksoi se Shqipëria vlerëson thellësisht miqësinë e qëndrueshme dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta të lirisë, demokracisë, paqes dhe prosperitetit. Ai shprehu gjithashtu edhe mirënjohjen e Shqipërisë për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që nga njohja e vendit si shtete deri tek reformat kryesore të ndërmarra gjatë 35 viteve të fundit. Një mesazh urimi në përvjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës e pati edhe kryeministri shqiptar Edi Rama.